Në teatrin grek, për të respektuar spektatorin, vrasjet nuk ndodhnin asnjëherë në skemë përpara syve të tij. Paraqitja e tyre ishte zgjidhur përmes një lajmtari, i cili dilte dhe rrëfente ngjarjen, vrasjen që kishte ndodhur pak më përpara jashtë skenës. Pra në episodin e 6 hyn në skenë një lajmtar dhe rrëfend për spektatorët vdekjen e frikshme të nusës të Jasonit dhe të babait të saj, mbretit Kreon, nga dhuratat e helmuara të Medes. Detajet e vdekjes të dy fisht u ngjethin misht spektatorëve. Helmi Velos që mbështjell trupin e viktimës i shkakton dhimbje të papara, i ngjitet pas mishit dhe e bën të kullojë si rëshirë. Çdo përpjekje e viktimës për ta hequr e bën atë të shkëputet nga eshtrat. Flaka e magjishme kurorëse mbështjell të gjithën. Shërbëtorët shohin të tmeruar, pa guxuar të afrohen e të ndihmojnë, por plaku, jati, mbreti, që nuk digjo dhe i hidhet përsipër që ta ndihmojë, pëson të njëjtin fat me të. Meda shokon lajmtari dhe spektatorët bashkur kënaqet me rrëfimin e tij. E quan mik për lajmet që sjell, madje i thotë se do të gëzojë 2 herë më shumë nëse i thotë se vdekja ishte e llahktashme.